Liçeni i njohur i zonës pranë spitalit rajonal, një hapësirë që ka pasur një funksion të rëndësishëm në sistemin e drenazhimit të qytetit, sot paraqitet në gjendje alarmante, i konceptuar për të lehtësuar qarkullimin e ujrave të larta dhe për të mbrojtur lagjet përreth nga përmbytjet. Liçeni prej vitesh është lënë në mëshirë të fatit, ndërsa çdo investim i dikushëm ka rezultuar i pamjaftueshëm. Vëzhgimi i kryer këtë të hënë nga televizioni 6+ Vlora tregon qartë degradimin e pandalshëm të kësaj zone. Hapësira që duhet të shndërrojë në një ambient të gjelbër dhe funksional për banorët, sot është kthyer në një territor të mbuluar nga barishtet e egra dhe balta, duke u përdorur madje edhe si vend kullote për bagtit. Rreth e rrotull, në vend të një liçeni të pastër dhe të mirëmbajtur, shihen grumbuj mbetjesh inerte që e kanë kthyer zonën në një pikë të re ndotjeje. Gjatë ditëve të fundit, rreshjet intensive të shiut kanë rritur pritshmëritë për funksionimin e këtij liçeni, i cili duhet të përthithte dhe të kanalizonte ujin që vjen nga kurora e qytetit, por realiteti është krejt tjetër. Liçeni është totalisht jashtë funksionit, sipërfaqja e tij është e mbuluar nga bimësi e dendur që ka bllokuar qarkullimin natyral të ujit, ndërsa kanalet hyrëse dhe dalëse janë të mbushura me sediment dhe mbeturina të grumbulluara prej kohësh. Në vend që të ndihmojnë në lehtësimin e situatës së krijuar nga rreshjet, gjendja e liçenit sot përbën potencialisht një rrezik më shumë. Banorët e zonës së Vlorës shprehen se një sistem drenazhimi i bllokuar mund të ndikojë drejt për drejt në përmbytje në periudhat me intensitet të lartë shiu, duke shtuar presionin mbi rrjetin ekzistues të kanalizimeve. Banorët të cilët e kanë ndjekur prej vitesh këtë problem kërkojnë me ngulm ndërhyrje të menjëhershme. Ata theksojnë se jo vetëm infrastruktura e bllokut të tyre të banimit është problematike, me rrugë të dëmtuara, mungesë ndriçimi dhe sistem kanalizimesh.